Një ngjarje e rëndë ka trondittur Francën ku një çift shqiptar u gjeti pa jetë në banesën e tyre. Sipas hetimeve paraprake, 36 vjeçari Andoni Anashi dyshohet se vrau partneren e tij, 30 vjeçare Nanjeza Zeneli, dhe më pas kreu vetvrasje. Ishin fqinjët që njoftuan policinë pasi dëgjuan të shtëna brenda banesës. Kur zjarrfikësit hapën derën me forcë, zbuluan dy trupa të pajetët 30 vjeçares shqiptare dhe partnerit të saj. Dy fëmijët e mitur të çiftit u morën nën kujdesin e shërbimeve të mirëqenies së fëmijëve, njoftoi zyra e prokurorit. Floresha Janashi, nëna e 36 vjeçarit, rrëfeu momentet e para pas tragjedisë duke e treguar se lajmin e mori nga nusja e djalit. Sapo më mori nusja e djalit në telefon dhe më tha se Andoni ka vrarë atë dhe më pas veten. Flisja shpesh me djalin dhe i thosha ti rregullonin gjërat. Ata ziheshin shpesh, por ai e donte shumë deri në marrëzi. Kishte 4 vjet në Francë. Nuk e di pse kanë pasur konflikt, pasi ekonomikisht nuk kishin probleme, u shpreh ajo. E tronditur nëna e të ndjerit kërkoi ndihmë nga autoritetet shqiptare për të sjellë trupin e të birit në Shqipëri. Kam edhe vajzën të sëmur, i lutem shtetit të më ndihmoj për kthimin e trupit të djalit. Edhe familjes së vajzës i kërkoj falje. Më thanë të mos i marr se nuk kam fytyrë të flas, tha ajo. Çifti ishin prindër të dy fëmijëve, njëri prej tyre nuk ishte mbritur ende në shtëpi në momentin e ngjarjes, ndërsa fëmia më i vogël ndodhej në shkollë ku ndodhi tragjedia. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.